Muftiu i Elbasanit Agim Duka ka përcjell një mesazh për të gjithë besimtarët musliman me rastin e nisjes së muajit të shenjtë dhe të begatë të Ramazanit. Në mesazhin e tij muftiu i ka uruar të gjithë besimtarët musliman begati dhe mirësi në këtë muaj të shenjtë. Ai lutet që Zoti të pranojë agjërimin e të gjithë besimtarëve, ndërsa shprehet se gjatë këtyre ditëve nuk duhen harruar ata të cilët kanë nevojë për ndihmë. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirdërësit, paqja dhe bekimet qofshin mbi profetin Muhammed alayhi salam. Nga nesër të gjithë besimtarët musliman mbar botën fillojnë agjërimin e muajit të bekuar të Ramazanit. Gjerasin që në emrin e Muftinisë Serhat Elbasan dhe në emrin tim personal uroj besimtarët musliman një agjërim të lehtë dhe të pranuar tek Zoti i gjithësisë. Qoftë ky muaj i begatisë dhe i mirësisë dhe i dashurisë në çdo familje shqiptare. Lusë Allahun e madhruar dhe kërkoj tek Allahu i madhruar për veten time dhe për gjithë besimtarët që ky muaj të jetë muaj që me të vërtetë njeriu është më afër me Allahun, me krijuesin e tij. Dhe duke qenë më afër me krijuesin e tij, padyshim njeriu besimtari do të jetë më i angazhuar me punët dhe me adhurimet, veçanërisht në këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Unë dhe herë tjetër lusë Zotin e gjithësisë, Allahun e madhruar, që të zbresi mirësinë e tij, begatinë e tij në çdo familje besimtare, dhe lusë Allahun e madhruar që në këtë muaj të bekuar na i pastrojë zemrat tona, na bëjë më të dashura me njerëzit dhe më bujar me njerëzit dhe me krijesat e Allahut azza wa jall. Edhe herë tjetër lusë Allahun e madhruar një agjërim të lehtë dhe të pranuar tek Zoti i gjithësisë. Agjërimi i muajit të Ramazanit bazohet në privimin me vetëdije nga ngrënia dhe pirja prej agimit deri në perëndim të diellit. Muslimani agjiron këtë muaj sepse është urdhër i Zotit dhe këtë vetëm për të fituar kënaqësinë